Shikoj nderuar mirë mbrëma, mirë se po takohemi edhe në këtë fillim jave në Libero. Sonte kam përzgjedhur një fjalim që së fundmi e kam lexuar në rrjetet sociale dhe po e sjell te ju jo për ta vleftësuar rolin e mrekullueshëm që prindrit e bëjnë për fëmijët e tyre, por si një rikujtesë se si fjalët e tyre, nganjëherë edhe të pavetdijshme, mund të ndikojnë tek fëmijët madje për gjithë jetën. Prindrit më rrihnin kur isha fëmijë dhe unë shpëtoja, prandaj nuk ishte aq keq. Këtë fjali e thot personi që aktualisht vuan nga ankthi dhe sulmet e panikut. Nëse nuk bindesha, do të më mbyllnin. Këtë fjali e thot personi që sot fiton para, por ndjen boshllëk dhe mjerim. Kur isha fëmijë duhej të haja tër pjatën, edhe në qoftë se nuk isha i uritur. Këtë fjali e thot personi që sot lufton me çrregullime të ushqyerit, sepse kur nuk mësoi të dëgjoj sinjalet e trupit të tij. Të gjitha këto tregime na thonë se dhuna, detyrimi dhe kërcënimet lën gjurmë. Ato mund të funksionojnë nga jashtë, por brenda plagët mbeten për gjatë të gjithë jetës. Prandaj është koha të thyhet ky cikël, sepse fëmia mëson si të zgjidh konfliktet, jo përmes ndëshkimit, por përmes bisedës. Fëmia mëson dhemshuri kur përjeton dhemshuri. Fëmia mëson të dëgjoj kur dikush e dëgjon atë. Fëmia mëson të besoj te vetja kur dikush beson tek ai. Të gjithë kemi mundësinë të ndjekim një rrugë të re, larg frikës dhe ashpërsisë, drejt besimit dhe dashurisë. Kultura e leximit ka qenë një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit intelektual dhe shpirtëror të një shoqërie, duke pasqyruar nivelin arsimor, interesin për dijen dhe vlerësimin që një kombi jep fjalës së shkruar. Në të kaluarën, librat ishin dritare drejt botës, mjet edukimi dhe frymëzimi për breza të tërë. Por me kalimin e kohës dhe me përhapjen e teknologjisë, ky zakon ka psuar ndryshime të dukshme. Sot leximi tradicional është zëvendësuar gjithnjë e më shumë me përmbajtje të shpejtë digjitale, rrjete sociale dhe argëtim vizual. Brezat e rinj lexojnë më pak libra, ndërsa kohën e tyre e kalojnë kryesisht para ekranit të celularit apo kompjuterit. Megjithatë, nuk mund thuhet se leximi ka humbur plotësisht vlerën e tij. Ai thjesht ka marrë forma të reja, si leximi online, librat elektronik apo audiolibrat. Në këtë realitet të ri, pyetja që lind është: apo shuhet kultura e leximit në Kosovë, apo thjesht po transformohet? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, do të flasim me të ftuarit e